Përshëndetje edhe shumë faleminderit për këtë mikpritje kaq të bukur. Më vjen jashtëzakonisht mirë që na jepet mundësia që këtë rrugtim drejt 11 majit nga hyrpamja e takimit përmbyllës, sepse rrugtimi vazhdon dermder deri në 11 maj, ta bëjmë këtu në këtë shesh të transformuar tërësisht. Kur ne morëm detyrën, ky shesh ishte një parkim për autobus, për makina, me një asfalt të rrjepur, ku s'kishte vend për t'imagjinuar një Gjirokastër turistike. Dhe në atë kohë, dyert ku mund trokisje për të qëndruar një natë Gjirokastër numëroheshin me gishtat e dorës, dhe numri i turistëve dhe i vizitorëve në Gjirokastër në vit ishte 6.000. Vjet Gjirokastra e mbylli se vitin me 600.000 turistë. Tani, ata të cilët përpiqen t'i thonë popullit shqiptar dhe përpiqen më kot sepse shumica e shqiptarëve të japin ujin mbi shlugës, thonë se çfarë është bërë mirë e ka sjell koha. Çfarë nuk është bërë është përgjegjësia jonë. Dhe në ndërkohë njeriu pyet, po mirë, si ka mundësi që ato që koha i solli në vetëm 12 vjet nuk i solli në thuajse çerek shekulli, derisa ju dhe të gjithë shqiptarët në shumicë na dhat besimin, na dhat mbështetjen e madhe për të filluar këtë transformim. Si ka mundësi? Si ka mundësi që koha nuk solli një Shqipëri më të mirë se sa ajo e fillimit të transformimit demokratik në vitin 97? Si ka mundësi që koha nuk i solli këto transformime në infrastrukturë, për të cilat ne dëgjuam shumë aso kohë? Rrug, por të tëra rrugët mbetën rrugëve, sepse ishin tendera, ishin daulle inaugurimesh, por nuk ishin as projektet mirëfillta, nuk ishin as financime reale. Dhe atyre që thonë shpesh si a vlen votosh, se të tërë këtu janë njësoj, edhe gjithsesi gjërat do shkojnë si do shkojnë, pavarësisht se voton apo nuk voton, ju them, e para, kur shqiptarët na besuan mandatin e parë, kanë ndërhyrë në momentin më kritik, kur Shqipëria rrezikonte seriozisht të binte përsëri në humner, në një humner të ngjashme me atë të piramidave, po jo më për shkak të një sudeje e të një vebiu që kishin bekimin e të parit shtetit, po për shkak të vetë qeverisë që udhëhiqej nga i njëjti njeri që bekoi suden dhe vebiun. Shqiptarët ndërhyn dhe e penguan rënimin përfundimtar edhe njëherë nga e para të Shqipërisë. Ndërkohë që ne së bashku filluam një punë që sot shihet në fytyrën e rilindur, ku është kthyer buzëqeshja të Gjirokastrës, të Tepelenës, të Përmetit, të Kërcyrës, të Libohovës, të Memaliajt, edhe të Dropullit. Para se të vinim këtu isha me disa djem të kthyer nga Greqia, që kanë këtu bujtina, restorante. Sot problemi i tyre nuk është më se a të rrinë, a të ikin. Problemi i tyre nuk është më as se a kanë, as kanë punë për të kthyer investimin që kanë bërë të kursive të tyre. Sot problemi i tyre nuk është as se
nuk kanë mundësi t'i paguajnë punonjësit. Ata cilët duhet hapin derën, ata cilët duhet përgatisin ushqimin, ata cilët duhet presin miqt e kështu me radhë. Sot problemi i tyre është si t'i bindin shumë gjirokastrit, shumë tepelenas, shumë kërçëriot, shumë memaliot, shumë dropullit apo libovit dhe shumë përmetar që ndërkohë ropaten në Greqi, që të kthehen këtu dhe që të marrin paga më të mira se sa ato që marrin në Greqi. Dhe unë dëgjova konkretisht, ata janë njerëz konkret, ato janë realitete konkrete dhe nuk janë vetëm ata. Sot i gjithë industria e re e turizmit është e gatshme të paguaj më mirë se sa në Greqi. Dhe përfitoj nga rasti këtu se e di që po na ndjekin edhe nga Greqia shumë bashkëqytetarë dhe bashkëqytetare tuajt për t'ju thënë duhet ta besoni këtë gjë, nuk duhet të dëgjoni zhurmën e kuave të Kënetës, nuk duhet të pini ujin e Kënetës as në mëngjes dhe sidomos në darkë, kur përhapen në për ato berberhanet e natës të gjitha ata që mbajnë titullin analist, por nuk janë asgjë tjetër përveç se njerëz që jetojnë në një realitet të krijuar prej tyre, me gjysmë të vërteta që janë dhe gënjeshtrat më të mëdha, dhe që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin e ndërtuar prej nesh së bashku. Prandaj ata nuk arrin ta kuptojnë si ka mundësi që të gjitha sondazhet e opinionit, përfshirë dhe sondazhin e bërë nga sondazhisti i presidentit Trump, thonë se shumica e shqiptarëve mendojnë se Shqipëria po ecën në drejtimin e dur. Thonë se shumica e shqiptarëve do të votojnë Partinë Socialiste dhe thonë se një shumicë edhe më e madhe se ajo që do votojë Partinë Socialiste thotë që fituesi i 11 majit është Partia Socialiste. Nuk e kuptojnë dot ata pse. Ata nuk e kuptojnë dot, sepse ata janë kori i bretkocave që i thot shqiptarve çdo natë që këtu ka vetëm vrasje, krim dhe këtu ka vetëm varfëri, që këtu s'ka bukë, që këtu s'ka ujë, që këtu s'ka punë, që këtu s'ka biznes. Ndërkohë që realiteti është krejt tjetër. Dhe pikërisht pse ne kemi bërë investimin më masiv në historinë e shtetit shqiptar për ujin e pishëm, sot ne jemi në përmbyllje të programit të furnizimit me ujë të gjithë territorit. Ata duan të bëjnë manipulim të opinionit, nxjerrin deklaratat mijat, e pastaj lëshojnë ato fjalit e tyre ku i ke 300.000 vendet e punës. Ndërkohë që mjafton të shkosh në regjistrin e të punësuarve të Republikës Shqipërisë. Sa ishin kur ne morëm detyrën dhe sa janë sot. Të regjistruar që paguaj taksa dhe sigurime shoqërore. Dhe aty do të lexosh që janë pak më shumë se sa 300.000 plus. Ashtu si kundër, ju e dini shumë mirë se çfarë ishte Gjirokastra, për mos folur për Tepelenën. Tepelena ishte vendi ku njerëzit e Tepelenës ktheheshin vetëm për ngushëllime, apo ku venin për ndonjë dasëm që të merrin në nuse e të iknin prap. Ndërkohë që se them unë do të më bukur se që ka thënë Tërmeti i Tepelenës. Komandant mos fol fare, s'ke qa thua, mjafton të shikosh që në pedonalen e Tepelenës shëtisin bjonde nga Suedia, kujt i kishte vajtur mendja. Dhe kjo është e vërteta. Libohova, kur unë kam shkelur për e të parë, ishte një shkretir, duke si ato filmat
e viteve 30-40 bardhëzi me kaubojt dhe duke si nga ana tjetër e rrugës do dilte njëri me kalë që do gjuante. Sot Libohova është pjesë e ofertës turistike të qarkut Gjirokastrës. Sot në Libohov, si në Gjirokastër, si në Tepelen, si në Përmet, hapen bujtina, njëra pas tjetrës. Pam me Mirelën në mëngjes, tek Booking, 434 dyer, 434 oferta nga Gjirokastra. Çfarë janë këto? Këto janë punë, punësim, prodhim vendor, ekonomi vendore. Dhe prandaj, unë vazhdoj të besoj, kemi bërë gjën më të mirë të mundshme për të gjitha ata që vetë punësohen dhe punësojnë tjerë me i biznes vogël dhe rritën avash, kur ja kemi bërë zero taksat, zero të vëshën dhe zero të laken deri në Shqipërinë 2030. Nga ana tjetër, pa diskutim që ka ende gjëra për të bërë. Pa diskutim ka ende tabu për të thyer. Pa diskutim ne duhet të bëjmë ende më shumë që kthesa e filluar, sepse unë gjithë ta djem që vinë, kthehen nga Greqia dhe investojnë këtu, i konsideroj si dallandyshet që lajmërojnë një pranverë të madhe shqiptare. Por, na duhet akoma punë. Dhe kur thonë pse do mandat në 4, përgjigja më e thjeshtë është sepse ka akoma punë për të bërë. Ndërkohë që përtej këtyre dhe pa diskutim përtej veprave që do bëjmë, dua t'ju them se 11 maj është më shumë se sa për Gjirokastrën, më shumë se sa për Bashkitë e Qarkut, është më shumë se sa për të gjitha problemet që janë shumë të rëndësishme, por janë problemet e çdo palë zgjedhjesh. Çfarë do bësh më shumë për këtë, kush do bëj më shumë për atë, çfarë do bëhet më shumë aty, çfarë do bëhet më shumë atje. Ndërkohë që në këto zgjedhje, përtej këtyre ka diçka tjetër, diçka shumë më të madhe, diçka që nuk është më thjesht zgjedhja jonë që kemi drejt në votës sot. Është diçka që është në dorën tonë, është diçka që fati e desh të na vinte ne në dorë, por ama është diçka që me dorën tonë ne duhet ta bëjmë edhe për ata që janë monumente këtu në këtë shesh, edhe për ata para tyre, deri tek profeti i historisë tonë kombëtare Skënderbeu. Sepse ishte ai Gjergj Kastrioti që kur vuri barikadën këtu në Shqipëri, përcaktoi fatin tonë, bëri profecinë e madhe se ku është vendi dhe ku duhet ndërtuar shtëpia e shqiptarëve, jo në lindje, në perëndim, jo në Azi, në Europë. Dhe pas këtaj, historia jonë ishte shumë e ngatruar, shumë e dhimbshme, shumë e mundimshme. Rilindasit tanë dhanë edhe jetën për të mbrojtur gërmat e gjuhës shqipe. U bën bashkë për të na dhënë një alfabet dhe zgjodhën të na japin një alfabet latin, sepse vendi ynë është në Europë. Se ne jemi pjesë e kulturës europiane, se ne jemi një nga popujt më të vjetër të këtij kontinenti që jeton në zemër të Europës. Por ne jemi sot ende të huaj në Europë. Na e lanë me shkrim, dielli për ne lind andej nga perëndon. Dhe pastaj historia vazhdoi, shumë e vështirë, shumë e ngatruar. Shqiptarët u penguan dhe u ripenguan. Më shumë nga të mbrapshtit brenda vetes se sa nga armiqtë e tyre. Se çi kanë bërë shqiptarët e mbrapsht, këtij populli, këtij kombi, këtij vendi nuk ja bëjnë dot as armiqt më të egër. Dhe pastaj një popull i tërë doli në rrugë. Nuk kishte
organizim si sot, që ju jeni ftuar dhe ne këtu flasim. Dolin rrugë spontanisht, nuk i tha askush se çfarë thot. Ama çuditërisht ishte i vetmi popull që doli për të rrëzuar diktaturën, që në shprehjen e parë vuri Europën, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Nuk e kanë bërë të tjerët. Ky është një amanet dhe sot na ka rënë ne që këtë amanet, në qoftë se e kuptojmë si duhet për masën e 11 majit, në qoftë se kuptojmë si duhet se çfarë do të thotë Shqipëria antare e Bashkimit Evropian, në qoftë se kuptojmë si duhet se çfarë është kjo pasaport, duhet që t'i kapërcejmë kufit e fushës së ndarë të luftës politike, duhet t'i kapërcejmë ngjyrat e fanellave partijake dhe duhet të votojmë të gjithë bashku për ata që na pararendën dhe për të gjithë fëmijët që nuk e kanë të drejtën e votës akoma, por që janë të parët përfitues të drejtë për drejtë të një vote që do të shkojë për shpresën e madhe të një Shqipërie të re në BE dhe jo për një politikan të pashpresë në kënet. Dhe këtu përfitoj nga rasti, duke shpresuar, besuar që na shohin nga Greqia, t'ju them, jeni regjistruar për të votuar. Fatkeqësisht në Greqi u bë një mishmash, jo DHL-ja, jo Spedeksi, jo Kodeksi, jo ku diun se çfarë. Por tani më mundësia është, dhe do t'ju lutesha të gjithë atyre që janë regjistruar, që të marrin zarfin, të marrin votën, të vendosin edhe ata për ta çuar në vend këtë amanet shekullor dhe për t'ju dhënë fëmijëve të tyre atje në Greqi dhe vetes tyre këtë pasaportën europiane, sepse unë besoj që shqiptarët e Greqisë janë ata që mund ta kuptojnë më mirë se të gjithë shqiptarët e Shqipërisë, se të gjithë shqiptarët e pjesës tjetër të Europës se çfarë do të thotë kjo pasaportë. Kjo nuk është një dokument tjetër udhëtimi që zëvendëson këtë që kemi dhe thjesht shkruan si për Bashkimin Evropian. Kjo nuk është thjesht që ne kur shkojmë në për aeroportet e BE-s apo futemi në për portet e BE-s të mos na nxjerrin anash si të huaj, si qytetar dorës dytë, për të filluar të na kontrollojnë ku po shkon, sa do rish, kush të pret, sa le ke me vete, dhe pastaj vjen pyetja e tmerrshme, ti akoma s'ke hyrë, kur do ikësh? Sepse je i huaj. Kjo është shumë më tepër se sa kaq. Dhe u them atyre që janë në Greqi, shumica e të cilëve të gjeneratës kur u nis në vitin e ndryshimit të madh dhe u nis pa rroba në trup thuajse, që sot jeton me ankthin e njojës pensionit. A do t'i njihet sakrifica e tmerrshme e gjithë atyre viteve apo jo? A do marrin pension sepse ka punuar, kanë mbajtur në këmbë ekonominë e Greqisë? Pa shqiptarët, e thon grekët vet, pa shqiptarët punëtor që nuk jinin orë dhe mbi të cilët mund ushtroi shumë më tepër presion se sa mbi grekët, nuk do ndodhte kurrë i suksesi i lojrave olimpike apo jo. Dhe tani është koha për të parë gjithë këto lot, gjithë kjo djersë, gjithë ky gjak, gjithë kjo ndarje të mërshme me vendin ame dhe me shtëpinë ku ke lindur, a do kthehet në një pension të njohur? Njohja e pensioneve për një vend të huaj, siç jemi ne, me një vend të BE-s, siç janë ata, bëhet me negociata, bëhet me marrëveshje. Ne kemi bërë 22 marrëveshje, mbyllëm dhe atë me Italinë më në fund, që ishte e parafundit për nga vështirësia. Kjo me Greqinë është më e vështira. Ne kemi filluar negociatat. Kemi një marrëdhënie shumë pozitive me qeverinë greke. Por ama
nuk e dim sa kohë mund të marrin. Mund të marrin vite e vite të tëra. Po e dini çfarë? Nëse ne mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian në 2027, sikundër na e kanë thënë dhe na kanë vënë ata në tavolinë. Dhe nëse Shqipëria bëhet anëtare e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade, dhe duke u bërë anëtare e Bashkimit Evropian, Shqipëria të tërë shqiptarët dhe shqiptarët kudo ku janë marrin këtë pasaport, kjo pasaport në Greqi bën njohjen automatike të pensioneve. Nuk ka më nevojë për marrëveshje me shtetin. Me këtë pasaport në Greqi, ty të njihet çdo ditë pune që ke bërë atje. Me këtë pasaport në Greqi, fëmijët e tu nuk janë më fëmijët huaj, që duhet shkojnë të paguajnë tarifa 10 herë më të larta se sa studentët e tjerë, grek apo nga Europa. Me këtë pasaport nuk ka më nevojë për të ndonjë në radhë kur do marr lejen e qëndrimit, kur do marr lejen e punës, kur do zgjas lejen e qëndrimit, kur do zgjas lejen e punës. Të tëra këto bëhen të panevojshme, sepse kjo pasaport kuqezi ka të njëjtën vlerë në Greqi si pasaporta bardhë e blu. Është e njëjta. Dhe jo vetëm në Greqi, po në çdo vend tjetër. Bashkimit Evropian. Sepse me hyrjen në Bashkimin Evropian, ne fitojmë një Shqipëri të re. Një Shqipëri që nuk është më 28.000 km2, është 28.000 km2 për të vetë qeverisur, për parlamentin, për qeverinë, për institucionet, po për qytetarët është e madhe sa që është perimetri i Bashkimit Evropian. Dhe besoj që ata cilët kanë kaluar malet, ata cilët janë rropatur dhe ata cilët presin sot me ankth a do të njihë ndonjëherë pensioni, nuk mund ta lënë zarfin rrugëve, nuk mund ta lënë votën për cilën janë regjistruar të mbetet si një copë letër pa vlerë. Duhet shkojnë ta marrin me çdo kusht dhe ta dërgojnë në Tiranë. Ka edhe disa ditë kohë. Është plotësisht e mundur. Ju bëj thirrje ta dërgojnë në Tiranë, sepse duke hyrë në Bashkimin Evropian, Shqipëria jo vetëm do të jetë një Shqipëri e re, jo vetëm do të jetë një Shqipëri që popullin e vet më në fund nuk do ta ketë një popull të dorës dytë, po do ta ketë një popull evropian jo vetëm me zakon, se me zakon nuk na bëjnë ata në europian, europian na ka bërë Zoti që na ka vënë këtu, por edhe me ligj, edhe me pasaport. Dhe e dini çfarë, me këtë pasaport, shqiptarët në Greqi, në Itali dhe ku duan, mund të zgjidhen kryetar komunash, mund të zgjidhen kryetar bashkish, mund të zgjidhen antar këshillash bashkiak, mund të zgjidhen antar këshillash komunal, mund të zgjidhen dhe eurodeputet. Atje ku janë, vetëm deputet dhe ministra të vendeve atje nuk bëhen dot, se për atë duhet pasaporta e vendit dhe është normale. Pra, kjo është zgjedhja ime të majt. Kjo është zgjedhja ime të majt dhe keni parasysh dhe një gjë se s'dua t'ju lodh më shumë dhe faleminderit që po duroni akoma në diell për të ndëgjuar mua që me siguri më dëgjoni pa pushim. I kërkoj ndjes cili do prej jush, jo cili do, në fakt, cilës do, se gratë e hapin frigoriferin për të kontrolluar si është situata. I kërkoj ndjes nëse i kam dalë në frigorifer këto ditë dhe duhet ta mbyll duke thënë këtë gjë. Për e të parë Shqipëria po përjeton një përpjekje historike për vendosur barazinë para ligjit. Nga 1912 kemi pasur republikë, kemi pasur mbretëri, kemi pasur diktaturë, kemi pasur tranzicion demokratik, po s'kemi pasur kur barazi para ligjit, sepse i pari i qeverisë ka vendosur dhe ka qenë mbi ligjin dhe ka mbajtur mbi ligjin kë i ka dashur qefi ose kë i ka interesuar për pushtetin e tij. Për herë të parë po ndodh ajo për të cilën unë ju kam kërkuar ju mbështetjen dhe ju kujtohet që brita nëpër Shqipëri
dhe thosha ma jepni timonin pa të tjerë në prerë që të bëjmë një drejtësi që godet majtas dhe djathtas dhe që shep vetëm drejt. E pra, ne e kemi sjellë deri këtu dhe ne do ta garantojmë atë drejtësi, po për ta garantuar një herë mirë, për ta bërë të pakthëshme, të paprekshme nga asnjë lloj bufkënete dhe nga asnjë lloj kukumjaçke që delin nga këto pellgje dhe vogla që thonë jemi parti të reja, duhet futur Shqipëria në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian na ka hapur derën. Ajo derë nuk rri hapur për ditë. Ajo është një shtëpi të pasurish. Dera hapet kur ju intereson atyre dhe kur bien dakord të 27 bashkë. Ne kemi bërë të gjitha përpjekjet sepse kemi nisur nga fundi fare i rreshtit dhe sot jemi te pragu, dera është hapur, ata na duan brenda, tani dy rruga. O do bëjmë bashkë. Do përballim negociatat me ta. Do mbështesim Shqipërinë për të përmbyllur negociatat. Dhe do hyjmë BE, ose pastaj do ta lëm këtë shans historik siç kemi lënë të tjera në historinë tonë na iki, sepse këtu në Shqipëri do hedhin votat lart e poshtë, sa këtej e sa andej, sa në Kënet, e sa në për ato dyqanet e qilimave fluturus. I e dëgjuar ata Gjoja Partitë e Reja, që thonë? Po na ra ne rasti dhe po na dhanë vota shqiptarët që të mos lëm të bëhet qeveri, do shkojmë në zgjedhjet parakoshme. Ju kujton në i gjë kjo? A ju kujton në i gjë kjo? Unë mendoj që ata që merren me bujqësi e din shumë mirë çfarë është fara e keqe. Dhe është ajo fare e keqe që polli të ndjerën LSI. Dhe ju e dini që kemi hequr me atë farë të keqe. Sot, ajo farë e keqe nuk duhet lënë të mbi e të marri fushat e politikës shqiptare. Sepse nuk ka asnjë ofertë, nuk ka asnjë gjë të re. Ka po të njëjtën gjuhë Kënetës, po sharit e Kënetës, po akuzat e Kënetës. Dhe ndryshe nga Këneta, ka vetëm një gjë. Këneta ka një buf të lodhur të mbaruar që i fiken lampat në çdo 5 fjali, kurse ata kanë ca djem të ri. Kjo është e vërtet në mosh, po jo në tru. Në tru janë të tërë bufat vegjël. Prandaj fokusohemi tek interesi kombëtar, fokusohemi tek misioni ynë, fokusohemi tek amaneti të parëve, fokusohemi tek ajo që duhet bëjmë për të gjithë fëmijët e Shqipërisë socialistë dhe demokratë. Shumë faleminderit. Rrofshi ju, rrof Gjirokastra, rrof Memalia, rrof Tepelena, rrof Përmeti, rrof Libohova, rrof Kërcyra dhe patjetër rrof të Dropulli e Fkaristo Parapoli. Shumë faleminderit. Rrof Shqipëria.